Siguria ushqimore, transparenca për konsumatorin dhe përputhja me rregulloret e Bashkimit Evropian po sjellin kërkesa të reja për paketimin e bimëve medicinale, duke ndikuar drejt për drejt edhe tek eksportuesit shqiptar. Vendet e Bashkimit Evropian kanë forcuar kriteret për etiketimin, gjurmueshmërinë dhe përmbajtjen informuese në paketimet e produkteve bimore. Në kuadër të parapërgatitjeve për të hyrë në tregun evropian, jemi këshilluar dhe nga Ministri e Bujqësisë dhe nga Ministri e Financave dhe të gjithë aktorët e shtetit shqiptar për të parapërgatitur për të hyrë në këtë treg. Kjo është një nga kërkesat bazë dhe kryesore të tregut evropian për të ditur origjinë e produktit. Dhe për këtë po përpiqemi duke grumbulluar fermerët, vjerësit, duke i thënë dhe e shpjeguar se çfarë roli dhe rëndësia është hyrja në këtë treg. Ndryshimet kanë një ndikim të drejtë për drejtë tek eksportuesit shqiptar të bimëve medicinale, një sektor me peshë të konsiderueshme në ekonominë vendase. Për të përshtatur me kërkesat e reja, kompanitë do të investojnë për të plotësuar kriteret. Makineri që kemi marrë, po bëjmë coptim, paketim, selektim nëpërmjet këtyre mini fabrikave të vogla që ne të jemi të gatshëm që ashtu që parashikohet të përshtatemi vërtet këtij tregu. Krahas tregut gjerman kemi filluar në Spanjë, Çeki, Portugali, kemi filluar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Transparenca në zinxhirin e furnizimit dhe kontrolli i cilësisë janë kthyer në element kyç për hyrjen në tregun e Bashkimit Evropian.